Marin. Mua gjyshin ma vran duke rëxuar në përshkallët e shtëpisë edhe e gjedhëm në tokë të vrarë, më se kemi parë. Babajn ma ngritën nga duke hangër bukë me neve, me qërape, e rëmbyen edhe e vran të nesmen të shkolla. Gjyshen në burg, 72 vjeçare, nga, jo torturat vetëm, po nga mungesa e ushqimeve, nga mungesa e ilaçeve, nga mungesa e ujit, vdikja atje në burg. Dhe nuk e din ku e varosën. Po kështu, edhe motrën e vogël timen, Makbulen, bashkë me Farukun, 5 vjeç, vdikjen, po nuk e dim se ku i varosën. Unë kur kam shkuar në 2010-ën, nuk gjeta asnjë shenjë varri.